Një 65 i bjena. Gabim me kanë këtë fitnessit, besoj. Mos kesh një me mu. Sa vjet i ki? 70 vjeçare. Unë ushtrimet bicikleta, 3 bicikleta i kam. Ushtrimet barkut, shpindës, krejt trupit. Pasha familjen, se kam problem. Gjitha me knaqësi. Ku më ushtru fëmijë të rritat e veglat i ku pasur shpet. Ku më ushtru gjitha dhe s'kom pasur. Të gjitha grave, të gjitha moshave, me ardhë me ushtru në fitness. Uroj që të vinë sa ma shumë gra në fitness. Pasha Zotin kanë fillu me ardhë dhe plot jenë të ardhë. Fitnessi është ilaç i zemrës, i shpirtit dhe i trunit. Ama a thus, sa mi pas, për shembull veç me patika? Po tham 67 s'ki ma shumë. Se ishe vesh me shumë. Mos kesh një me mu. Po jo me qa me kesh, 2 metra qika e gati, ki gjatësi. Një 65 i bjena. Se gabim me kanë këtë fitnessit, besoj. Qa përzutit, se garante kanë gabim. Gabim, jo, kjo qetë më shumë. Përshëndetje për krejt miqtë e mi, sot jemi në fitness bashkë me teten Iqbale. Është Iqbale Ahmeti, e cila ushtron fitness çdo ditë, me të cilën është një punë pa lodhshme që kjo e bën. Iqbale, ç'ish po kaloni? Shumë bukur. Tregom që sa ku ke fillu me marrë me fitness? Po 8 vite i 9 është këtu që këtë fitness këtu. Për ndryshe ma herët, ku më ushtru veglat mija private, kom bo hesje shumë, edhe kam ushtruhe. Sa vjet i ki? Në komen. Në komen, do me thonë të ta Iqbale punë të i pas? Vitet më kanë shkrue 70 vjeçare, po nuk është me rëndësi qa që janë. Unë veç po du me e të sen që... Këtu s'ka vite. Vitet këtu s'numrohë. Fitnessi si një vitet. Se një moshën pare. Unë po du me e cek, do me thonë që ti mund është mi pas për mi 50 vjetë, e unë i kam 22 vjetë, po halon nuk është që... nuk i di qka është fitnessi. Po ta zemrën, ha. Këta Iqbale, sa është e vështirë për ty fillimi kur ke fillu mu marrë me fitness? Jo, nuk e kam pas vështirë kohë. Se kam ushtru gjithë, unë në deti kur shkoj ushtroj, në baj kur shkoj ushtroj. Ushtrimet prej fëmini familjarisht, jo vetëm unë, po me vllazër, me motra, me kejtë dhe fëmijët, nipat, krejt i kanë jetët, dhe më thonë, jemi një familje, mirë me ushtri. Tregom me cilat ushtrime mirë është e? Unë ushtrimet bicikleta, 3 bicikleta i kam, ushtrimet barkut, shpindës, krejt trupit, komve, durve, gjithë. Cila është njëna pak me shtirë, pak ma me zërë që ke bona shtë në fillet? Po sa të besoj se ki problem? Pasha familjen se kam problem. Gjitha me knaqësi. Po këtu unë po mdohet po rritna, nuk rritna ma, po qaq knaqna, qaq është knaqësi, dhe me thonë se mdohet se kur dalë për këtuvit jam shumë jam shumë mirë. Tregoju grave tona, dhe i zaftone, qka është me ushtru fitness? Fitnessi është gjaja ma e shtrejt për trupin e njerit. Gjaja ma e mirë. Fitnessi është shëndet. Fitnessi është antistres. Fitnessi është ilaç i zemrës, i shpirtit dhe i trunit. Këto organe janë kryesore të njerio që duhet me funksionu normal, ashtu mendoj. A mëna me vazhdu të pjesë të tjera që ti ushtron? Po. Zotë më thonë këshure sa letë po delë prej bicikletës. Po letë se une këmë tregu se une qështu i kam meshnat elastik i kam. Qëtash e kam qëtu po dalë, qëtu në pëhin mes, i lash sendet atje. Për çka është kjo me ushtru? Kjo është qështu për kofsht, për kom, për barkin. Qëtash ti këto. A kam nevojën e me ushtru që Mun është me dalë këndej, mun edhe ti me dalë këndej, qësh doni? Jo, në po dalë që tu ofër ti edhe po të Ullu, që veç që kjo shkon qështu, veç qështu, kjo qështu e prik, tash e nglisht. Ashtar, edhe filloj. Shka u bo, pëse s'po punoj kam një. Do më thonë këtu po ta tregon kohën, kaloricoj, hargjon, fuqit, krejta. Shumë e saktë, edhe ajo atje është qështu. Sa minuta ushtron qëto? 15 minuta, ka një herë 20, nuk ushtroj shumë, sa bicikletën atë kam kryesore.
Ato e dush. Këto ma pak edhe këtu ushtroj ka 20 minuta, po unë 2 orë ushtroj. Disa ushtrime i kam ma pak, po. Ka njëherë do të mi dhonë vegla, se... A Gjanici edhe në që të bashkë me ty? Do në me shku dikosh, me kry. Edhe do të janë lishu veglën, po. Teta Iqbale, do më thonë, është një pjesë e madhe e grave tona në Kosovë që kanë probleme me shëndetin, me peshën e këto, edhe nuk shkojnë fitness. Pasha zotin kanë fillu me ardhe dhe plot jenë të ardhe. Fal juve, televizioneve, që jeni më të mirë, që keni ardhë, keni bo storje dhe tash njerëzit kanë pas nevoj për që këtë ditë, apo kuptat. Edhe kanë fillu me ardhë. Në fillim u fotografosha me qikat, a di kur s'kam pas, të me thonë, në jetë televizive. E ja qëshin familjes vetë, gjyshet, tezeve, halave, fillu me ardhë. Si keni fillu ju me televizione, o shtu numri shumë. O shtu numri shumë. Të regon pak qarë komente ke marrë për njerëzve kur të kanë pona për televizione që punojnë? Kom marrë komente shumë të mira, po ndoshta janë ka një 2-3 komente që nuk kanë qenë rregull, po unë ju kam thonë, po gabohesh. E tanë ata tjerë ti kanë përmirësu, unë s'ka folë kur që po. Po s'kina u hiq me marrë me komente negative? No, ama qëre qas njerëzit, ca njerëz ka aq mendime, unë për mua është normal. Ose prish i zemën për kur gjo. Po fejs. Tregom Teta Iqbale për cilit vend je? Unë jam e Kaçanikut. Teta Iqbale, ti tha që je prej Kaçanikut, apo? Po. Tregom qysh ke ardhur në Prishtinë? Në Prishtinë ku marr shkollë. Në shkollë? Po, në shkollë mesme të mjekësi. Edhe mas ne ke vazhdu jetën këto? Po jo, nëse në shkollë mesme vitin e 4 jam feju, për fejumin të. Edhe ka qenë fjalla me vazhdu fakultetin se regjistrova këto. Po u desht me shku me bo darsme, mas ne ma ata nuk më lishun. Atje kishin nevoj për kuadra, kishin nevoj për njerës arsimum, kështu që ma nuk mujta mu këthy për fakultet, me të një ndër e pa realizume. Që sot vuj, po u trim ka shku. Tregam, qa ke punu ma herët? Mami. Mami, qysh u ka në puna jote? Qa ke bo? Qysh e ke punu, sa vjet ke punu? 35 vite këm punu. Këm punu në shumë vullnet, me kretë fuqi në shpirtit e zemër, se atë ka qenë koha e vështirë. Kuadra s'kemi pas, një që në kolok ka punu para dite, edhe na ndrimet i kemi majtë, mas dite, natën, vetë kemi punu. Nga njëherë, kur kena pas diçka ma vështirë, kemi firë mjeku në praksës përgjithshme, ose ndër një motër, edhe kanarë që aty nga kanarë. Rastet normale i kemi lind, që ka pas raste ma tronda i kemi transferu për spital, që është. Kur s'ka mujt pacient jam me ardhë në ginekologi lindore me lind, ka ardhë dikush nga ka thonë për shemë. Apo vinin shpese, s'mun me ardhën ajo deri këto, dhe me thonë ka pas në ndjetë fotës. Atëherë kemi shku e kemi kontrolu. Ose ka lindë, ose ka fillu me lindë, e kemi kry lindje në shpe, edhe jemi këthy dhe me lindë. Cili është në ras ma i veçan, ma onek, diçka që të ka ndodhë brenda fitnessit, ose brenda punës diçka njëtën tone që të ka ndodhë? Në puna? Po. Në punë. Për në punë, o të thamë kështu, shkort e shqip. Ishtë dashtë me bo një historie të vist në televizion. Prej që shkon fillu me punu, prej vitit 1974, e te Andena. Kam shumë, po asë qaq ka shumë, sa që nuk, s'po muj me dalu një prej të nëse i kam dhënë tjera intervista, po kupton, e tash dishka me marrë me nëzirë tjetër, kisha pas qef televizion me dhënë. Kam pas shumë rastet shtira, shumë, po ja kam dalë. Ajo është me rëndësi që Iqbale Ahmeti ja ka dalë. Por nuk më dështu. Tregoma një në pika të shkurta, në pika shumë të shkurta, diçka specifike. Po specifike që po ta tregoj një rast, lindje par e ndame prej burë. E kum lind, ka lind bajs, ka në ardhët burët natë.
Kanë ardhur mja marrë bebën, unë s'mujsha me marrë bebën edhe. Ishte shumë e vështirë. Kam dali, kam lutë njerëzit, më pajton, merë, s'u bo, se pranë. E ku mbajt rastin shumë, edhe në fund prapë s'ku mujtë me shku mja marrë bebën, për i kam thonën. Pastaj, natës veç, merë se unë s'ku mujtë me nda, ajo kajke. Bishin lëtë për mi bebe, ma i ke bebe qështu. E ajo kajke, unë e kajshme, edhe beba kajke se edhe ajo e dike që po shkar pinonës vetë. E kjo është diçka që sot më dam shpirti për atë fmi. Edhe për atë me. Se s'mujën me folë pa... E kuptoj. Por që atos kisha qef më vetë shumë për ginekologjisë, shumë kam dhanë aty, shumë. Shumë rastat të fitnese. Këthemi të fitnese e lojnë punën anash. Okej. Tregona edhe një punë tjetër që e bën ti brenda këto, cilën ushtrim e bën? Unë krejt ushtrimet po ti tregoja, bërë. Hajde, let vjeni, hajde që. Unë ushtroj që këtë ushtrim, që të ushtroj, kjo është për barkun. Për barkun. Po, a më ullë një minuta? Po. Edhe veç pa. Se janë sendet e mija janë shumë të ndishme. Sa që është vështirë me... Nuk është i letë, po unë për mu janë të leta se... Regam që që kemi mësuti këto ushtrime? A e ke pas në i trajner në fillim ose diçka këtu brenda fitnessit? Po, brenda fitnessit, po. Na nuk kom pas special trajner, për na kanë mësu. Se unë jam kone para prej moshave, do me thonë prej moshës teme, vetë mja femër, për ndryshe kej tri janë, kom treja. Edhe më kanë mësu, qka kom pas nevoj, më kanë mësu. E tane unë i kom mësu tjertë, kur kom pa diçka që nuk po shkon mirë, kom thonë që shtë duhet. E na mësomi nërveti, e këshillomi, pa probleme. E keni bo edhe këtu rrethin shoqërim bashkë? O, shoqëri të mirë edhe shumë bretë sinqertë. Ku shkon fitness, është njeri shumë sinqertë. Me të vërtet, na jemi tu si një familje. Tregoj jo pak audiencës që na shikojnë, qysh është fitnessi, për çka duhet me bo fitness edhe një gru në mosh, çka i nevojitet, do më thonë? Unë që ja u tregon të njerëzve që duhet me ushtru fitness? Po, unë ja shpjegoj njerëzës fitness, fola ma heret, fitnessi është shëndet, është anti-stres, është ilaç për shpirt, për zemër, për trup. Hajde, a përshona pak edhe të pjesë tjera që të ushtram? S'ka barna me ardhë në fitness, barnat e tensionit nuk duhen. Unë i kam lanë, unë i kam pas disa barna për tyroidën, ama së përdori kur gjatë. Janë normalizu gjitha. Nuk përdor kur një farë barna? Hiq kur gjatë, hiq. Seriosisht e kam. Veç me fitness të më thonë... Veç me fitness edhe në shoqata. Shkojnë për shoqata, kalojnë bukur, shoqënohemi, dalmi, shëtitmi, nesër shkojnë Prizren, shkojnë atje. Do më thonë, e keni një grup me cilën t'i udhton? Unë me gjitha grupet jam e aktivizume. Po, ma shumë shkoj shemëll 2-3 venda, po që kur du shkoj, se kam problem. Dhe ta i këbole ma aktive se shumë gra tjera. Unë i kisha përshëndet. Rega, në kanë po do me përshëndet? Unë, si pike parë, ju falenderoj personalisht që juve që jeni prezent këto, ju falenderoj shumë që keni ardhur deri këtu, edhe puna juve ka shumë vlerat ndaja, se njerëzit ju shohin, juve mua gjithve edhe vinë fitness. Shilla jeme ishte me ardhë fitness të gjitha mosha. Nëse kanë probleme me eshna, mujnë me ortopedin më konsultu, apo me reumatologun, shemull edhe me ditë cilat ushtrime mujnë mi bo, për ndryshe krejt mujnë me ardhë këtu. Pa kur farë probleme. Të gjithve e kam një këshill për të gjithë njësaj.
Sa ke pas mbështetje në familjes për me ardhë fitness? Nuk s'kum pas kur farë probleme, se unë ku më shtru fëmi të rrit, ata veglat i ku pasë shpe. Ku më shtru gjithë, dhe s'kum pas probleme. Kjo pjesa për me ardhë fitness, pak se të na dihet që është një lloj probleme nëse veç është një fitness i bashku për femra dhe për meshkuj. Sa kon kjo? Po, s'kom pas problem, unë nuk i regjistroj gjanat që nuk jam lejtë. Edhe nuk mirëna me ato. Seriozisht e kam. Hajde po vazhdojmë edhe të një ushtrim tjetër që të... E tash, a tham me përshëndet dikujna? Po. Kisha me përshëndet shoqatat, si pike pare kisha përshëndet Ardita Shalën, është kryetare e shoqatës Zonja e Maleve në Fushë Kosovë. Edhe Reze Dritën, Ajshe Kasuni në Prishtinë. E treta, Hona Berishën, shoqatën e madhe që e ka, dy Sabrijet, njona Nimani Regjepi, edhe ato dyja, edhe gjitha i kisha përshëndet, se të gjitha ka një qëllim në shoqëru, me kona ma disponum, ma aktive, edhe me kalu jetën. Edhe na bashkë me ty po i përshëndese. Edhe kisha përshëndetën stafin e shtëpisë shëndetit Preshev, koleget e mija që kena punu bashkë, edhe ato që punojnë sot, i përshëndes gjitha mamijet në spitalin e Prishtinës, që kam mësu prej tyne, kam jam aftësu, e kam kry praktikën shëmbullore, mësu lindjet normal, krejt, kur më shkon punë, ditën e pare këmë ditë, grujen, s'më pas problem. Nuk kam ma shumë që të krejt. Hajde po vazhdojnë edhe me një pjesë tjetër që ti e ushtron. Una që ushtroja, po që ja qenë ka këtu, hajde shkojnë veç pak, hajde një një. Po. Kjo për këtë trupin është shumë është e një. Kjo është për komplet trupin? Po, për komplet trupin. Po ushtron tepër mirë edhe tepër letë. Tepër letë po të shkon trupin. Po, se nuk kam për fat probleme me ishme. Unë e lindon për balim. Mjekësien e ku marrë, se e ku pas një arsye. A u bo balë. Po. Që edhe ka dalë, edhe që ta e kam për barë, ndesh shkojmë atje. Po, e bojnë edhe që ti. Hajde shkojmë të drita. E ku më havup telefoni se di ku e ka. Hajde që tu po hifi. E veç ju, nështë të dulli këne me dalë ma, veç pak. Ate që për me konë ma, jo dhe me që është dënë. Spjegona pak për çka është? Kjo është shumë kalori, merë, kjo për kom, për dur, për shpinë, për krejt, për kejt trupin, sepse kejt trupin lëviz. Dur të shkojnë këndej, shumë është e mirë, shumë. Veç që shumë kam vegla, ndështë krejt së mujna mi kalu. S'ka derdë? A, mjafton? Po. Se ku marrë dhe ma herët, ku më shtru, e ku më lodhë vetin. Dhe i bale falimderit shumë për këta këto pjesë që nga të regove se që shi ushtron për çka janë. Për pjesën tonë pak personale, falimderit shumë për këta edhe po shpresoj që ti me ka një mesazh shumë i mirë për gratë tona edhe për krejt se jo për me arë me ushtru fitness edhe për shëndetin tonë ma mirë. Falimderit shumë. Regome një mesazh të fundit, që shi kishe sugjeru grave për me ushtru fitnessin? Të gjitha grave, të gjitha moshave, kisha një mesazh për to me ardhë me ushtru në fitness. Falimderit shumë. Se fitnessi, e thash disa herë, është shëndet. Shëndet i trupit, i mendjes. Ilaç për zemër, për shpirt, për trup. Që edhe shpirtit kënaqet.
Faleminderit. Uroj që të vinë sa ma shumë granë fitness. Shpresojmë shumë edhe na. Shpresojmë. Faleminderit shumë.